Hysen Vadenja është si në shtëpinë e tij tek policia e shtetit. Çdo tender për motor apo jet ski i jepet pa gar kompanisë së tij Moto Tirana SHA. Vadenja është emër i njohur për mediat dhe policinë. Ai rezulton një arrestuar në flagrancë bashkë me një shtetas tjetër nga Dibra për vjedhje motorësh dhe falsifikim dokumentash. Po kjo mund të mos jetë pengesë. Duke qenë se tenderat e motorëve janë të paracaktuar se kush do t'i fitojë, asnjë kompani tjetër nuk guxon të futet në garë. Dhe ja se ç'ndodh nëse dikush futet tek tregu i Valdenjës i mbrojtur me policë. Skualifikimi të gjithë operatorëve konkurrues përveç fituesit. Skualifikimi i ofertës me vlerë më të ulët. Ky është klasifikimi i tenderit nga Open Data Albania për blerjen e fundit të motocikletave për policinë e shtetit. Po ashtu procedura mban dhe një flamur të kuq, tregues i riskut të korrupsionit. Fondi limit për blerjen e supermotorëve këtë vit është rritur krahasuar me një vit më parë. Në lojë janë 346 milion lekë. Tenderi si një dhuratë për vitin e ri u hap më 29 dhjetor 2025 dhe u mbajt formalisht më 28 janar 2026. Merrte pjesë kompania e Hysen Vadenjës dhe In Auto SHPK. Kjo dyta ishte mik i paftuar. Fillimisht më 17 shkurt 2026 u shpall fituese kompania In Auto SHPK, por pas disa ditësh situata do të përmbysej. Kompania e Vadenjës e kishte ofertën 343 milion lekë pa TVSH. Ndërkaq, firma In Auto propozonte t'i sillte motocikletat me 323 milion lekë pa TVSH, pra mbi 20 milion lekë më pak. Megjithse tenderin e ka organizuar operatori blerjeve të përqendruara, në vendim ka një peshë të madhe drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, e cila këngul që të favorizojë klientin e vjetër. Ishin ditët e fundit të Ilir Prodës në detyrën e drejtorit, që reflektohet edhe në një nxitim të vendimarrjes për motorët. Në datën 20 shkurt 2026, kompania e Hysen Vadenjës, duke parë se kishte ofertë më të ulët, ka bërë ankesë në komisionin e tenderit duke kërkuar të skualifikohet In Auto SHPK dhe konkurrenti më 3 mars 2026 skualifikohet pa të drejtë. 6 ditë më vonë In Auto 2000 SHPK ka denoncuar në KPP lojën e operatorit të blerjeve të përqendruara dhe njësinë e prokurimit të policisë për pranimin e ankesës së Moto Tirana SHPK për skualifikimin e ofertës. Kështu më 30 mars është marrë vendim në KPP që e niste gjithçka nga e para. Aty urdhërohet komisioni tenderit të rivlerësonte ofertën In Auto SHPK. Ndërkaq pas disa korrespondencash dhe shkëmbim argumentesh, edhe KPP është bindur dhe e ka lejuar më 9 prill 2026 vazhdimin e tenderit me shpallje fitues të kompanisë së Hysen Vadenjës. Ky hap u zyrtarizua disa ditë më vonë. Vitin e kaluar e njëjta kompani mori tenderin për blerjen e motocikletave të policisë së shtetit në një procedurë të dyshim në vetëm një pjesëmarrës. Më 7 mars 2025, llogaria e Hysen Vadenjës u kreditua nga policia e shtetit me 332 milion lekë me kontratën blerje motocikleta për policinë e shtetit, por tenderi më i njohur për publikun është zhvilluar në kohën kur drejtori i policisë së shtetit ishte Muhamet Rumbullaku. Pa u shuar zhurma e skandalit kur një vajzë e vogël humbi jetën nga skafi drejtuar nga një komisar, u blen xhetski për policinë. Në tenderin e regjistruar më 6 mars 2023, policia e shtetit ka shpenzuar mbi 896 milion lekë për motor ujë për efektivët e policisë. Tenderi ju dha Hysen Vadenjës, i cili mund të quhet supermeni i tenderave të policisë.